Mediat greke, duke cituar burime të larta diplomatike, raportojnë se ministra për Europën dhe punën e jashtme në Shqipëri, Elisa Spiropali, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Athinë në 16 dhjetor, ku pritet të takohet me ministrin e jashtëm të Greqisë, Georgios Gerapetritis. Takimi konsiderohet një moment kyç në marrëdhënie dypalqe me synim për të hartuar një rrugë të re bashkëpunimi mes dy zyrtarëve. Burimet theksojnë se diskutimet do të rrotullohen rreth 3 temave kryesore: përcaktimit të zonës ekonomike ekskluzive, bashkëpunimin në fushën e energjisë dhe procesit të integrimit evropian në Shqipëri. Çështja qendrore në thyesë mbetet vijëzimi i kufirit të ardhë dhe zonës ekonomike ekskluzive, një çështje për të cilën Athina dhe Tirana kishin rënë dakord që në vitin 2020 ta zgjidhnin përmes gjykatës ndërkombëtare të Hagës. Sipas mediave greke, kjo qasje ligjore dëshmon vullnetin e dy shteteve për dialog dhe zgjidhje të qëndrueshme. Vizita e Spiropalit synon të ringjallë dinamikën e procesit, ndërsa pala greke sheh finalizimin e marrëveshjes për zonën ekonomike ekskluzive si element thelbësor për garantimin e të drejtave të saj detare në jon, si dhe për hapjen e mundësive të sigurta në investimet energjetike. Artikujt greke përshkruajnë këtë proces si prioritet për sigurinë rajonale dhe për perspektivën e investimeve afatgjata. Në fokus do të jetë edhe integrimi evropian i Shqipërisë, për cilën burimet diplomatike në Athinë shprehen se Tirana ka shënuar ritëm të shpejtë. Shqipëria ka arritur objektivin për hapjen e plotë brenda vitit 2025 dhe synon përfundimin e negociatave brenda vitit 2027, një periudhë kur Greqia pritet të marrë presidencën e Bashkimit Evropian. Për Greqinë, ky është një moment i rëndësishëm strategjik për mbështetjen e zgjerimit të BE-s në Ballkanin Perëndimor. Në një darkë jo formale të ministrave të jashtëm në Bruksel, Gerapetritis ka nënvizuar se zgjerimi i BE-s është prioritet për Athinën, sidomos në një kohë kur rajoni përballet me tensione të rritura, nacionalizma dhe sfida të sigurisë. Vizita i 16 dhjetorit shihet si një pikë these për krijimin e një kuadri të ri bashkëpunimi, i cili mund të sjellë stabilitet më të madh, më shumë investime dhe përfitime të drejtpërdrejta për të dy popujt. Diplomacia greke thekson se kjo nuk është vetëm një marrëveshje dypalqe, por një domosdoshmëri strategjike për gjithë rajonin, që ka nevojë për qartësi, siguri dhe një perspektivë të fortë drejt integrimit evropian.